Ankthi është alarmë pa rrezik real. Ankthi është reagim mbrojtës i trupit, por i aktivizuar gabimisht. Zemra rrej fort, fryma shpejtohet, mendja alarmohet, edhe pse nuk ka kërcënim të menjëhershëm, trupi sillet sikur rreziku është aty, ndërsa mendja nuk arrin ta ndalë. Depresioni jeton në të kaluarën, ankthi në të ardhmen. Pyetjet, po sikur, janë karburanti i tij. Ankthi rrallë ka të bëjë me atë që po ndodh tani, por me atë që mund të ndodhë. Shumë njerëz nuk tremben nga situata, por nga mundësia se do të kenë ankth në atë situatë. Kjo krijon një rreth vicioz ku ankthi ushqen vetveten. Njerëzit me ankth përpiqen të parashikojnë çdo gjë për të shmangur dhimbjen, por jeta nuk kontrollohet plotësisht. Ankthi lind kur mendja kërkon siguri absolute në një botë të pasigurt. Shumë njerëz me ankth kanë frikë se po humbin kontrollin ose mendjen. Në realitet, ankthi nuk çon në çmenduri. Ai është i frikshëm, por jo i rrezikshëm në vetvete. Kuptimi i saj e dobëson fuqinë e tij. Lexoj Hysni Valiu.